Shqipëria është një vend ku ritmi i jetës moderne fshihet mbi shtresa zakonesh mijëravjeçare. Në shumë fshatra, deri para pak dekadash, njerëzit nuk vendosin vetëm sipas logjikës, por sipas besimit, shenjës o gurit. Disa ritme të lashta kanë humbur, por shumë të tjera mbijetojnë ende si kujtesë se një bote ku njeriu jetonte mes natyrës dhe të panjohurës. Në këtë video, do të zbulojmë 10 rituale shqiptare që ndoshta duken të çuditshme sot, por dikur ishin ligj i padiskutueshëm. Nëse ju pëlqen misteret dhe folklori i errët, mos harroni të abonoheni në Fakte Morbid. Nusja pa kthyer kokën pas. Momenti kur nusja largohej nga shtëpia e prindërve ishte jo vetëm emocional, por ritualor. Ajo nuk duhej të kthente kokën pas, as drejt nënës, as drejt babait, as drejt portës së shtëpisë së fëmijërisë, sepse kthimi i kokës të riste mall, vonesë, prapambetje dhe energji të trishta që do ta ndiqnin në jetën e re. Thuhej se nëse nusja shite pas, ajo lite fatin e vet me shtëpinë e vjetër dhe martesa nuk do të ecte. Në disa treva, dikush qëndronte pas nuses për t'i mbuluar shikimin, që ajo të mos tundohej. Disa gra të moshuara thoshin se, nëse nusja kthente kokën, kthen edhe fatin mbrapsht. Sot kjo duket si thjesht zakon, por dikur ishte një ritual i fortë, me peshë psikologjike dhe mistike. Riti i bukës së kripur. Ky është një nga ritualet më të famshme për vajzat në kërkim të martesës. Vajza hante një copë bukë shumë të kripur para gjumit, pa pirë ujë. Besohej se gjatë natës do të ndëronte burrin e saj të ardhshëm, ai që do t'i sillte ujë për t'i shuar etjen. Nëse ndëronte dikë të njohur, ishte shenjë martese të afërt. Nëse nuk ndëronte askënd, besohej se ende nuk ishte koha. Rituali zhvillohej zakonisht në ditë të veçanta festash, sepse energjia mendohej më e fuqishme. Disa vende e kombinonin me fjalë magjike, të cilat vajza duhej t'i thoshte para gjumit. Ishte një lojë e ëmbël e mendjes dhe folklorit, por edhe një mënyrë që vajzat të lidhnin fatin me simbolikën e bukës, ushqimit që mban jetën dhe shtëpinë. Heqja e syrit të keq me hekur të nxehtë. Syri i keq është një besim panshqiptar, por forma më e fortë e heqjes së tij ishte rituali me hekur të nxehtë. Një copë hekur nxehej në zjarr, pastaj zhytej në një enë me ujë ndërsa thuhej formula e mbrojtjes. Zhurma PSSSHT, që krijohej besohej se ishte djegja e të keqes. Uji më pas fshihej në ball, duar ose në qafën e njeriu të prekur. Shpesh rituali kryhej nga gra të vjetra që njiheshin si të ditura. Thuhej se nëse uji nxinte, atëherë syri i keq kishte qenë i fortë. Heqja me hekur të nxehtë ishte një rit i fuqishëm i pastrimit shpirtëror, i lidhur me zjarrin, elementin që konsiderohej i shenjtë dhe mbrojtës. Edhe sot, në disa zona të thella, rituali vazhdon në mënyrë të fshehtë. Mos ja jep gjellën nuses ditën e parë. Në shumë treva shqiptare, nusja nuk guxonte të merrte ushqim nga familja e burrit ditën e parë, jo për keqdashje, por për mbrojtje. Besohej se ditën e parë, nusja ishte më e cenueshme ndaj syrit të keq. Shtëpia e re ishte energji e panjohur, njerëz që ajo nuk i njihte, dhe çdo emocion i fortë mund ta prekte shpirtërisht. Nëse nusja merrte ushqim, mendohej se dikush nga të pranishmit mund t'i lidhte fatin, madje edhe pa qëllim. Për këtë arsye, nusja futej në shtëpi me kokën ulur, pa ngrënë dhe pa pirë, derisa të kalonte nata e parë, koha në të cilën dëmët shpirtërore ishin më të mundshme. Ishte një ritual i heshtur mbrojtjeje, ku çdo gjë kishte simbolik. Toka, buka, shtëpia e re. Sot duket i çuditshëm, por atëherë ishte mënyra e vetme për ta ruajtur nusen nga e panjohura. Betimi te guri. Në shumë zona të Shqipërisë, guri nuk ishte thjesht mineral, ishte dëshmitari i së vërtetës. Njerëzit besonin se para gurit nuk guxon dot të gënjesh, sepse guri e dënonte gënjeshtarin. Për një betim të rëndësishëm, për një konflikt, për një marrëveshje të gjithë shkonin te guri i fshatit. Shpesh guri i madh, i thatë, i heshtur, por me një autoritet që njerëzit nuk e vinin në dyshim. Vetë fakti që një njeri vendoste dorën mbi gur ishte simbol i nderit të tij. Thuhej se kush gënjen para gurit, humb bekimin e malit, të tokës dhe të paraardhësve. Ka histori për njerëz që sëmureshin disa ditë më vonë, ose që pësuan fatkeqësi të vogla, vetëm pse preken guri me fjalë të reme. Sot, guri duket si objekt, por dikur ishte gjykatës, dëshmitar dhe mbrojtës i fshatit. Një ritual i thjesht me peshë të frikshme morale.
Ritualet e shiut. Kur vitet ishin të thata dhe fshatarët rrezikonin urinë, nuk kishte teknologji, nuk kishte parashikime moti, kishte vetëm një ritual, thirrja e shiut. Në zona të ndryshme quhej vajza e ujit, dordoleci i shiut ose kukulla e shiut. Fëmijët krijonin një kukull prej druri ose leckash, ja vishnin një fustan të bardhë dhe e shëtisnin shtëpi më shtëpi. Familjet i hidhnin ujë, si simbol i shiut që duhej të vinte nga qielli. Pastaj këndonin vargje të lashta që ndryshonin nga fshati në fshat. Por kuptimi ishte një: qielli të hapet, toka të marrë frymë. Ka rrëfime të vjetra që thonë se pas këtij rituali, shiu binte brenda ditës. Rastësi, besim, apo një sekret i lashtë i bashkimit të njerëzve me natyrën? Sot, kukulla e shiut është zhdukur, por këngët ende ruhen në kujtesën e disa të moshuarve. Vendosja e guralecit te dera. Në shumë fshatra, sidomos në jug, njerëzit vendosnin një guralec të vogël pranë derës së jashtme, jo si dekorim, por si mbyllje e rrugës së keqes. Guraleci përfaqësonte një rojtar të shtëpisë, një sy i vogël që mbante larg mendimet e liga, zilit dhe energjitë e huaja. Thuhej se nëse një njeri hynte në shtëpi me qëllim të keq, guraleci i ndalte në prag, duke i krijuar një lloj sikleti ose stepjeje. Disa familje ndëronin guralecin çdo vit, në ditë të caktuara, për të freskuar mbrojtjen. Në disa raste, guraleci merre nga vende të shenjta, kroje, male, apo gur të veçantë që njihen si të bekuar. Në dukje një veprim i thjeshtë, por simbolikisht një mburoje e lashtë. Në një botë ku njerëzit besonin se shpirtrat e ndeshin në përnatë, guraleci ishte roja e heshtur e shtëpisë. Riti i bukës me kryq para gjumit. Kjo është një nga traditat më sekrete shqiptare. Para gjumit, sidomos në dimër, disa familje linin një copë bukë mbi tryez dhe vizatonin një kryq të vogël mbi të. Jo fetar, por mbrojtës. Besohej se bota e natës nuk ishte bosh. Shpirtra, hije, energji të huaja mund të kalonin pranë shtëpisë. Buka simbolizonte jetën, ushqimin dhe mbrojtjen, ndërsa kryqi ishte porta që i mbyllte të këqijat. Thuhej se shpirtrat nuk guxonin të afroheshin, sepse nuk ka përcejnë bukën. Në disa zona, buka nuk duhej të prekej deri në mëngjes. Ishte sakrificë pa gjak, një dhuratë për shtëpinë që të nesërmen sillte qetësi. Sot është zhdukur pothuaj krejtësisht, por disa të moshuar rrëfejnë se gjatë netëve të vështira. Bukën me kryq e përdornin për të mbrojtur fëmijët nga makthet dhe sëmundjet e papritura. Flija e përbindëshit. Ku fshati përballej me fatkeqësi të mëdha, vdekje të pashpjegueshme, thatësirë, sëmundje, njerëzit besonin se një forcë e ligë kishte pushtuar vendin. Për ta qetësuar, bëhej një rit i lashtë, flija e gurit. Në një gur të madh, zakonisht pranë fshatit, vendose një flim simbolik. Bukë, pak mish, verë, apo ndonjë send i çmuar. Nuk ishte flim gjaksor, por një ofertë për të balancuar energjinë e vendit. Guri shihej si porta e botës tjetër, si vendi ku hyjnë dhe dalin fatet. Thuhej se pas flijimit, fshati qetësohej dhe fatkeqësia largohej. Në disa zona, guri mbahej i larë me ujë para ritualit, si formë respekti. Ky ritual tregon sa thellë ishte lidhja e shqiptarit me gurin dhe natyrën. Çdo gjë kishte shpirt, çdo gjë kërkonte ekuilibër. Riti i hirit të Oxhakut. Në mëngjes, para se të ndiste zjarri i ri, plaka e shtëpisë shikonte hirin e Oxhakut. Aty kërkoheshin shenjat e fatit, gjurmë, forma, vija që zbulonin çfarë do të sillte dita. Nëse hiri kishte vrim në qendër, besohej se dikush do të vinte në vizitë. Nëse hiri ishte shpërndar në mënyrë të çuditshme, ishte shenjë se një shpirti i huaj kishte hyrë natën në shtëpi. Oxhaku ishte zemra e banesës, aty ngrohej familja, aty gatuhej buka, aty rinte besa. Riti i hirit ishte një mënyrë e lashtë e parashikimit dhe mbrojtjes. Në disa zona, hiri i natës së vitit të ri kishte fuqi të posaçme. Përdorej për të larguar sëmundjet. Sot duket si besë primitive, por atëherë ishte mënyra e vetme për të kuptuar botën përreth. Këto rituale mund të duken të çuditshme sot, por dikur ishin pjesë natyrale e jetës së shqiptarëve. Ato ishin mënyra për të kuptuar botën, për të mbrojtur familjen, për të sjellë fat dhe për të ruajtur ekuilibrin mes njeriut dhe natyrës. Edhe pse koha ka ndryshuar shumë, gjurmët e këtyre zakoneve ende jetojnë te fjalët, te të moshuarit, te kujtimet e fshatrave. Nëse të pëlqeu kjo udhëtim në botën e ritmeve të lashta shqiptare,
mos haro të abonohesh në Fakte Morbid për më shumë mistere e histori të pazakonta.